edhe uja janë të aqishe të Austrisë, nuk mendoj me vazhdu dialog sa për dialog, nëse dialogu është në respektim plot të asaj kush jemi, po, jem për dialog, nëse ka pozita tjera ose situata tjera, nuk i përfillim. Do t'i njohim vetëm ata që na njohin, do t'i respektojmë vetëm ata që na respektojnë. Diskutime tjera s'ka, vetëm asaj e drogë në Kosovë, tjera kjo marrëveshje e shënimit kufirit është gabim, humbim territor. Do ta rikrijojmë komisionin e ri, do ta nxjerrim versionin e drejtë, do ta negociojmë me Malnezi sepse kemi edhe fqi edhe mik. Pra nuk mendojmë se është faj në anën e Malit Zi, është gabimi yni, edhe do ta korrigjojmë këtë gabim. Me njerë do t'i informojmë qeveritë të BE-s, sepse ata padrejtësisht e kanë vendosur demarkacionin kush për liberalizim vizave që të mundsohet qarkullimi i lirë edhe i qytetarëve të Kosovës. Është turp për këto vene, pra për cilin do vend, si për Francën këtë rast, zbatimin i fletarrestit që buron nga 2004, i një drejtësie që ka dënuar presidentin e tyre në mungesë Shirakun. Ata nuk e kanë shtinë në burg presidentin e tyre Shirak, ndërsa i dhanë vetes drejt me paraburgos ish kryeministin e një veni, i zgjedhur i popullit, që është absurd i madh. Unë e kam kundërshtu formimin e kësaj se është në baza etnike, është vetëm Kosovës nuk ju ka mundësue me gjyku vetë ato që ka ndohë në luft, janë me 10 masakra në Kosovë të shqiptarëve, pa të masakrum, fëmijë, gra, pleq, që nuk i ka gjyku kurkush, pra është një gabim kjo, megjithatë Kosova ka marrë obligimet për këtë gjykatë. Nuk ndërhyjmë vendimet atjeshme, ajo që ne na intereson është pozicioni i shqiptarëve në Maqedoni, se janë popull autokton, në tokën e vet, në drejtën e vet, edhe jemi të interesuar për drejtën e shqiptarëve atje. E ne jemi të gatshëm me avancu, pra nuk kishim dashur në asnjë mënyrë me pengu qarkullimin e lirë. Ne kemi një traditë marrëdhënieve të mira me Sanxhakun, për shembull, jemi në lidhje gjaku, në lidhje farefisnore, në lidhje tjera. Por edhe me Sarajevën ka pas një traditë, një shkëmbim të madh, dhe ajo është interes pikërisht në atë frymën që po deklarohet BE-ja, qarkullimi i lirë i madrave, i njerëzve, ideve, pra ajo e kishte mundsuar qarkullimin më të madh, është interes. E konsiderojmë interes muziet këtë temë. Ekziston një komitet i madh i yni i shpërngulur prej Kosovë. Kemi marrëdhënie shumë të mira me turqët e Kosovës, janë alat proceseve të interesit nacional të Kosovës. Turqia ka bërë shumë punë në njohje. Edhe do të arrujmë këtë traditë tyre marrëdhënieve për fat mira me Turqinë, është interes i yni.